Tërmeti në Tajland publikohet reagimi turistit që ndodhej në çati të ndërtesës kur u shkun toka. Turistët në Tajland nuk mund të besonin syve pasi një tërmet i fuqishëm trondi hotelin e tyre duke shkaktuar valë të mëdha në një pishin në çati. Një burr britanik dëgjohet duke bërtitur ndërsa ndjen tërmetin, shkruan Daily Mail. Një tjetër video dramatike tregon një pishin në majtë të një apartamenti luksoz duke u tronditur nga tërmeti, ndërsa një familje re shikon me tmerr. Familja që thuhet se janë turist korean, strehohen në ambiente të mbyllura me fëmijën e tyre të vogël ndërsa u përplaset në dritare. Ndryshe, shkalla e tërmetit me magnitudë 7.7 që goditi Myanmarin dhe shkatrimet që ai ka shkaktuar janë zbuluar në pamje tronditse të katastrofës. Kanë qarkulluar video të shumta që tregojnë pishinat në majtë të ndërtesave të larta në Bangkok duke u rrëzuar, ndërsa tërmeti hodhi ujin prej tyre. Miliona njerëz nxituan të dilnin nga ndërtesat, ndërsa tërmeti goditi kryeqytetin tajlandez me pamje dramatike që shfaqin vendasit dhe turistët e panikosur duke bërtitur ndërsa kanë shtyr njëri tjetrin.